Të jeni të sigurt se Escobar lë politikanët e korruptuar pa gjumë, do të ketë sërish non grata. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka paralajmëruar tjetër stuhi nga Amerika për politikanët dhe biznesmenët e korruptuar në Ballkan. Escobar theksoi se korrupsioni mbetet ende një gangrenë e madhe në vendet e rajonit, sipas tij Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i pastrojnë rrugën shteteve të Ballkanit për të vijuar më tej integrimi në Europë. Korrupsioni është një problem i madh në të gjithë rajonin. Jam i lumtur të shoh se gjatë procesit të antarësimit fokusi është në sistemin e ligjit si për antarësimin në BE, tha Escobar. Ndër të tjera i tha se administrata e Biden është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit, ndërsa paralajmëron se edhe disa persona nga Maqedonia e Veriut pritet të sankcionohen nga Shtetet e Bashkuara. Administrata e presidentit Biden është e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit. Nuk mund të flas për sanksionet, por të jeni të sigurt se do të ketë, tha Escobar, ndërkohë që gjatë verës kanë qarkulluar lajme se pjesë e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë edhe disa politikanë dhe biznesmen shqiptar, por ende nuk ka emra zyrtarësh. Burimet për media bëjnë me dije se emrat e zyrtarëve të korruptuar, të cilët do të shpallen non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritet bëhen publike pas përfundimit të samitit të BE, parashikuar të zhvillohet në Tiranë në muajin tetor. Gjithashtu, pak javë më parë edhe Britania e Madhe ka sjellë në Tiranë listën e personave non grata, ku flitet se emrat janë politikanë dhe biznesmen të njohur shqiptar, por që ende nuk janë bërë publik.